Shika, unë tërsi jam pro lëvizjes që organizon Ervin Saliani, Alesja, Evi Kokalari, Meremja dhe gjithë kandidatët për ta rivalizuar Berishën. Këshilla ime ishte në radhë parë që gjithë këta kandidatët në një farë mënyrë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Nëse sot të gjithë subjektet anti-Berishë në Shqipëri do të bashkoheshin me njëri tjetrin, do të kishim një parti 5 herë më të madhe se Partia Demokratike, sepse grupet që janë larguar nga Partia Demokratike në numër dhe cilësi janë më të larta se ky grupi mediokrëve që është rrotull PD-s, e para. E dyta, unë konsideroj që Berishën mund ta largohen 3 faktorë. Berishën mund ta largojë Zoti, Berishën mund ta largojë Edi Rama dhe Berishën mund ta largojë gjykata nëpërmjet dënimit me burg. Tani ti analizojmë të treja. Mendoj që Zoti nuk e merr, sa ai është aq i ligë sa zakonisht ligët nuk i merr, zakonisht merr të mirët shumë shpejt Zoti. E dyta, mendoj që edhe Edi Rama nuk e heq, nuk e përdor super pushtetin e tij, sepse është njeriu më i interesuar për të mbyllur hesapet e tij politike, kalkulimet e tij, ndryshimet kushtetuese dhe për t'i thënë faktorin ndërkombëtar ose Gogoli ose unë. Nga ana tjetër dhe faktori ndërkombëtar bie dakord me një lloj establishmenti, sepse ka faktorizuar Berishën dhe mbaron punët e veta me Edi Ramën dhe me socialistët, cilët në një farë mënyre i hapin krahun për çdo gjë, qoftë BE-s, qoftë SHBA-s. Tani vim te kjo që nuk e ka thënë askush. 14 vite më parë, kur unë jam përfshirë në politikë, pa ta nxjerrë një shprehje. Nuk thoja Zoti Berisha, thoja shtetasi Berisha. Atëherë u bëlle shumë lajm, sepse atëherë nuk guxonte njerëz, ai ishte kryeminist. I thoje Berishës si pandehur, shtetas. Kur ishe kryeministër, ishte e pa precedent. Pse i thoja kështu? Pse e pata anoncuar si shprehje? Sepse në subkonsciencën time kam qenë i bindur që Berisha me vot nuk do largohet dot kurrë nga kreu i Partisë Demokratike dhe nga politika. Dhe unë mbetem në bindjen time që i vetmi faktor i cili mund ta largojë Berishën nga politika dhe nga kreu i PD-s është një dënim penal nga gjykata, por cili do të jetë shumë i vështirë. Sepse socialistët do luajnë çdo lloj guri, socialist, demokrat, gjithë faktorët do luajnë çdo lloj guri që Berisha mos dënohet penalisht, po të shpallet i pafajshëm. Pra, probabiliteti që Berisha dënohet penalisht, pra që të funksionojë kjo procedurë kushtetuese dhe ligjore për ta nxjerrë nga politika, është shumë e vogël, se mendoj që nuk ka gjyqtar që ka kurajon dhe guximin për ta dënuar se katandisët si Irena Gjoka që e telendis me libër shtëpie, me dosje, me origjinë etj. E pati ju si u fshehën gjyqtarët për të pezulluar kërkesat e Evit, Meremes, Alesjas etj. Morën gjithë leje. E nuk kishin kurajo për ta shërtuar çështën. Jo, vetëm një gjë me që i dhe një këshill Alesës. Pra, ti thua që lëvizja brenda është e vështirë, nëse nuk, pra, këshilla jote është që të ketë një rigrupim të faktorëve opozitar që të kalojmë te lëvizja e Salianit. Lëvizje të brendshme në Partinë Demokratike sa të jetë gjallë ai. Edhe 95 po shkoj me karrocë, jeni të bindur ai ka nda menjen me karrocë ta shoqërojnë në parlament. Nuk tërhiqet ai nga politika. E vetmja mënyrë është o me dënim penal ose me parti nga jashtë, që do të thotë populli shqiptar të ndërgjegjësohet që ai është një paterice e Edi Ramës dhe duhet votu një alternativë tjetër. E ka mundësinë Saliani të bëjë një parti të re? Po unë e kam thënë që ditën e parë me ardhmja e Salianit është partia e re, nuk është marrja e PD-s. Që ditën e parë e kam artikull, madje kam përshtypjen që është mërzitur Ervini për këtë gjë. Por unë e kam thënë pozitivisht. Pse e kam thënë pozitivisht? Të gjithë këta struktura, gjithë këta grupet e reja, nuk mund t'i lësh këta student prapë te Saliu, kupton? Merë ndërtoj një parti ecë përpara. Shumë interesant. Ja ku e dua i përgjigje Kreshni nga Alesja. Alesja, është një këshill që besoj e morë edhe nga Meçaj edhe